Arkend Balla është kandidati për deputet më i votuari ndonjëherë në Partinë Socialiste dhe politikën shqiptare me 20.718 vota. Madje, në qarkun Durrës arriti të sfidojë për pëlqim popullor, të paktën sipas tabelave të KQZ-s, edhe vetë kryeministrin Edi Rama, i cili 4 vite më parë garonte në Durrës. Po, kush është Arkend Balla? Ylli në ngjitje i Partisë Socialiste? Prej vitit 2023, ai është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, pasi mori mandatin e Rahman Rajës. Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën si deputeti i popullit në Kuvend. Do të përfaqësoj dënsisht popullin, do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve, do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe do të mbroj të drejtat dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me gjitha fuqitë e mia për përparimin e adheut dhe mirëqenien e popullit tim. Betohem. Urime dhe suksese. Por, që prej betimit dhe në 2 vitet e ushtrimit të mandatit, Arkend Balla konsiderohet si deputet me mec i parlamentit me një performancë të ulët. Deri në marrjen e mandatit, Arkend Balla dorëzon në Kuvend një CV me vetëm një faqe me arsimimin dhe angazhimet e tij. Kulmin e karrierës e ka arritur me detyrën e specialistit pranë zyrës së shërbimeve mbështetëse në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, dhe më pas si drejtuesi degës së marrëdhënieve me publikun dhe brenda një kohe të shkurtër edhe drejtori i drejtorisë së regjistrimeve dhe teknologjisë së informacionit. Fillimisht me një pagë bruto prej 60.000 lekësh e më pas me një rritje në 78.000 lekë. Në deklaratën e pasurisë të vitit 2022, Arkend Balla deklaron një pasuri modeste në emër të tij, një apartament në vlerën 55.000 euro, një makinë 5.000 euro dhe kursime në llogari bankare thuajse bosh, me overdraft në dispozicion në rast nevoje. Ndërkohë, në vitin 2023, një anomali vjet e re në llogarinë e tij të kursimeve, ku shuma e kursyer raportohet në rreth 230 milion lekë, apo 2.3 milion euro, dhe sipas deklarimit të vet Arkend Ballës, janë kursime nga paga. Nuk dihet nëse ka pas aktësi në deklarim, apo Arkend Balla u gdhi milioner pas marrjes së mandatit të deputetit. Gjithsesi, edhe nëse ka gabime në raportim, u mbetet autoriteteve për ta verifikuar për sa kohë deklarimi është bërë nga vetë deputeti me një formim pedagogu dhe aspirant për doktor shkencash. Një tjetër anomali në deklarimet e pasurisë së Arkend Ballës, që ngre dyshime të mjaftueshme për hetim, është deklarata e bashkëshortes së tij, Frida Dulaku Balla. Në vitin 2021, në një kohë që Arkendi deklaronte një pagë 60.000 lekë si i punësuar specialist të Universiteti i Durrësit, bashkëshortja Frida Dulaku Balla blen një automjet me vlerë 70.000 euro. Në deklarimet e pasurisë të vitit 2022, e detyrueshme për shkak të statusit të burrit si deputet, zonja Balla deklaron se 62.000 euro për blerjen e kësaj makine i janë bërë dhuratë. Kjo skem është parë rëndom në radhët e gjyqtarëve të shkarkuar nga vetingu apo politikanëve, por në këtë rast, dhurata 62.000 euro është bërë për një makinë luksoze jashtë çdo logjike për një familje ku burri paguhet me 60.000 lekë në muaj dhe gruaja figuron e papunë. Dhe aq më tepër, kur edhe të ardhurat familjare të zonjës Balla janë të pamjaftueshme për shkak të babait të saj të ndjer dhe nënës që punon si sanitare në një bankë të nivelit të dytë.